Shiret e rëna kohëve të fundit kanë treguar si qyteti i Durrësit, nga sa shikohet dhe nga pamjet që po sjellim, vuan nga ndotja mbi sipërfaqe, por dhe nga tengopja me ngrohtje në kanalizimet nëntoksore të nëndheshme. Këto e treguan situatat e rënduara në Durrës nga shiret e rëna që u shoqëruan me përmbytje, dhe se nuk funksionuan si duhet pikat nevralgjike të kullimit, pasi kanalizimet u bllokuan nga plastikat e shumta, të cilat kishin të mushur sifonet e sistemeve shkarkuese të ujrave nëntoksore. Por më problematike ka qenë dhe lejimi ndër vite nga pushteti lokal, i ngritjes së banesave mbi kolektore dhe brigje kanale shkolluese. Kur dihen pasojat që vijnë nga kjo dhe ligjet ndaluese për këto ndërtime kanë qenë të miratuara, inertet e hedhura në këto kanale dhe mosmundësia për t'i pastruar pas kishin bllokuar nga ndërtimet, kanë krijuar një sistem kolapsi të pashembull. Hapja këtyre kanalizimeve ishte një domosdoshmëri, sikur se shikohet edhe pas pushimit të shireve, pastrimi i kanaleve në zonën e Urës së Dajlanit po bëhet me vështirësi, pasi sikur se tregojnë pamjet, kanalet janë të tengopura me hedhurina bllokuese. Duke u nisur dhe nga zonat të tjera të përafërta me pamjet që po sjellim, pastrimet e këtij niveli janë të domosdoshme të bëhen gjithandej, duke kërkuar ndoshta edhe fonde më të shumta që të punohet në kohra më të qeta dhe jo vetëm në kohë emergjencash, sikur se ka ndodhur.